Një pjesë e rëndësishme e tregut të punës janë edhe të rinjt. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, rezulton se 30.2% e moshës 15 deri në 24 vjeç janë aktiv në tregun e punës. Megjithatë, edhe pse më pak se gjysma e tyre janë të punësuar, këtë situatë ndikojnë disa faktorë si ndjekja e arsimit, mungesa e eksperiencës dhe mundësitë e kufizuara të punësimit për këtë grup moshë. Nëse i referohemi të dhënave për vitin 2024, për këtë kategori lidhur me punësimin sipas arsimit, vihet re se personat me arsim të lartë përbëjnë përqindjen më të madhe në tregun e punës. Konkretisht ata zën 50.9% të punësuarve të kësaj grup moshe, duke përfaqësuar gati gjysmën e saj. Për arsimin e mesëm punësimi arrin në 41.6%, ndërsa përqindjen e më të ulët e mbajnë të rinj me arsimin 9 vjeçar, vetëm 17.1%. Kjo tregon se sa më i ulët jetë niveli arsimor, aq më pak të rinjt janë të pranishëm në tregun e punës. Megjithatë, situata ndryshon kur bëhet fjalë për vetë punësimin. Sipas statistikave, në grup moshën 15 deri në 24 vjeç, të rinjt me arsimin 9 vjeçar kanë përqindjen më të lartë të vetë punësimit. Me 13.4% e tyre janë të vetë punësuar, kundrejt punësimit gjithsej. Pas tyre renditen ata me arsim të mesëm me 11.5%, ndërsa përqindjen më të ulët e mbajnë të rinjt me arsimin e lartë, vetëm 6.1%. Ky fenomen lidhet me disa arsye. Të rinjt me arsim të lartë zakonisht i japin prioritet vazhdimit të studimeve, gjë që nuk u lë hapësirë për vetë punësim. Ndërkohë ata me arsim të mesëm ose 9 vjeçar shpesh ndjekin drejtime profesionale ose arsime praktike që u krijon më shumë mundësi për të vetë punësuar.